Pijeni para se të flini një gotë me lëng banane dhe kanellë dhe do befasoheni. Gjumi dhe cilësia e tij janë jetike për funksionet si duhet të trupit. Nga ana tjetër, privimi nga gjumi mund të shkaktojë një numër të madh të rrisjeve shëndetësore përfshirë këtu: hipertension, depresion, dobësim, nervozizëm dhe nivele të ulta të energjisë gjatë ditës. Cilësia e mirë e gjumit i ofron trupit shëndet të plotë dhe relaksim të mendjes, duke përmirësuar kështu funksionet e trurit dhe duke rritur kështu nivelin e energjisë për ditën tjetër. Sipas studimeve të bëra në Amerikë, rreth 50 deri në 70 mililitra nga kjo përzierje para gjumit do t'i japë zgjidhje mjaft të mira lehtësuese. Banania është e pasur me minerale si magnezi, kaliumi dhe elementë të cilët përmirësojnë ndjeshmërinë e cilësisë së trupit. Kanella ka një sër përfitime shëndetësore që ju ndihmojnë në proceset e tretjes. Kombinimi i këtyre dy produkteve përpara gjumit në 1 litër me ujë do t'japë rezultate fantastike në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mund ta konsumoni në mënyrë të rregullt.